Kombëtar Centrist Demokrat, zonja Lang, zonja Ponte, zoti Brok dhe zoti Lopez Isturis White. Mirëmbrëma Kavaje Lirë, mirëmbrëma Kavaja Blu, Kavaja e Qëndresës, Kavaja e Fitores. Nderim të pafundëm për ju qytetarë dhe qytetare të Kavajës historike, nga ku nisi rënja e diktaturës komuniste, nga ku ka nisur rënja e diktaturës moderne. Ju jeni shembulli më i pastër i qytetarëve të lirë, të cilët triumfua duke fituar bashkinë në ditët më të vështira të Partisë Demokratike. Pa ju asnjë diskutim nuk do të jeni prirës të ndryshimit historik të 11 majit, nga ku zotoheni se do ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Tani jam e nderuar ta hap këtë me himnin kombëtar. Në çdo cep të Shqipërisë sot po zjen fryma e fitores. Në çdo cep shqiptarët kanë përqafuar programin e Partisë Demokratike si e vetmja rrugë shpëtimi. Kjo fitore nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen e çmuar të viqmetan të CDI, të cilët aprovuan para pak muajsh një rezolut që e quante Shqipërinë e Edi Ramës, atë që në të vërtetë është fatkeqësisht një narkoshtet. Ju ftoj të ndiqni një video mesazh përshëndetjes të presidentit të CDI, Andres Paranta Arnarego. Friends, distinguished members of the Democratic Party of Albania and esteemed guests, it is a privilege to stand before you today as president of the Centrist Democrat International and to share a few words of support for the Democratic Party, the CDS, at this pivotal time. Albania stands at a crossroad on its road to Europe, guided by the three beacons of reform and democratic consolidation. For years, the Democratic Party has stood resolutely with the Albanian people, refusing to yield even in the face of Prime Minister Edi Rama's most damaging strategies drejtimin e kryeministrit Edi Rama është bërë një dëm i madh. Drejtuesi i tanishëm i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, është një dëshmi e punës së fortë e rezistencës së demokratëve. Pavarësisht përndjekjes së tij të motivuar politikisht, shqiptarët mbështetën lirinë e tij dhe doktor Berisha vazhdon të ofroi mbështetjen e tij dhe të ecë përpara në mënyrë të palëkundur për ta bërë Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian, që nga themelet e saj Partia Demokratike, duke qenë si e vetmja parti opozitare në vend, ka qenë kampione e vlerave dhe e ecjes përpara të vendit. Shteti i së drejtës të rritë themelore dhe transferimi i pushtetit të një qeverie demokratike kanë qenë të zbatuara rigorozisht. Dhe këto tregojnë themelet e një shoqërie të vërtet demokratike, e cila vazhdon të jetë në themel të Partisë Demokratike. Ndërkohë që shqiptarët përgatiten për zgjedhjet e rëndësishme parlamentare, institucionet demokratike do të përfitojnë prej mundësisë për të zgjedhur, për të përfshirë në mënyrë civile dhe aktive. Partia Demokratike ka pushtuar të gjithë kapacitetin e vetë për ta bërë Shqipërinë të ecë përpara, veçanërisht duke theksuar pavarësinë e gjyqësorit, mundësitë ekonomike dhe respekt për partnerët euroatlantik. Shqipëria tani që është në prag të integrimit evropian e ka thelbësore
që përgjegjësia që shoqëron këtë barë të mbahet nga një proces i drejtë dhe i barabartë zgjedhor, i cili do të përcaktoj perceptimin e Shqipërisë në mbar botën. Ne në zyrën tonë e shohim Partinë Demokratike se më tepër se një aleate, e shikojmë si një partnere e cila mbështet Shqipërinë dhe përcjell më tej idenë e një force politike ekonomike. Ne besojmë se Partia Demokratike do të hedhë themelet e forta. Ndër vite, PD-ja ka treguar se ka qenë një kampione që ka ngritur zërin për një angazhim të madh dhe për të sfiduar problematikat dhe për të kapërcyer barierat me të cilat është përballur vendi. Unë dua të theksoj dëshirën e Partisë Demokratike për të mbështetur institucione të lira publike dhe për të krijuar një mjedis mbështetës. Është gjithashtu e rëndësishme që Partia Demokratike njihet gjithandej falë marrëdhënieve të ngushta me aleatët e ndryshëm dhe ka kapacitetin për të krijuar përfitime të cilat i kalojnë kufit. Dhe falë mbështetjes sonë edhe mbështetjes të tjerëve, Partia Demokratike është në një pozicion shumë të favorshëm që tregon lidhjen e ngushtë midis Shqipërisë dhe partnerëve global dhe përmirësohet prania e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Patjetër që zgjedhjet gjithashtu janë një simbol edhe i zgjedhjeve demokratike në mënyrë që zëri qytetarëve të dëgjohet dhe të gjithë shqiptarët të mundësojnë në përcaktimin e drejtimit të vendit. Unë e nxit Partinë Demokratike që të vazhdojë të nxjisë qytetarët të vazhdojnë të punojnë, të luftojnë në luftën kundër korrupsionit, të japin prioritet pozicionit të duhur dhe që meriton Shqipëria në rajonin evropian, nëpërmjet politikave dhe propozimeve të drejta dhe të barabarta, dhe për të ndihmuar shqiptarët që të kenë një të ardhme në një botë demokratike. Për të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike, dua t'ju them se CD-ja ju mbështet do të jetë për krah jush. Ne ju përshëndesim të gjithë suksesin tuaj dhe ju urojmë më të mirat në misionin tuaj për të ngritur një shtet transparent. Uroj që përpjekjet tuaja të sjellin të mirat e përbashkëta dhe Shqipëria të jetë pjesë e një Evrope të bashkuar. Faleminderit dhe uroj që përkushtimi juaj i ndaj vlerave demokratike të vazhdoj të ecë përpara në rrugtimin tuaj. Faleminderit shumë dhe ju uroj fat. Falenderojmë për mesazhin e tij presidentin e CDI, Andres Pastrana. Zotëria që vjen tani, kur opozita përndiqej politikisht e ndërkombëtarisht, kur Sali Berisha ishte në izolim, erdhi në Tiranë dhe u gjit në shtëpinë e izolimit të liderit të opozitës dhe e ktheu në shtëpi të lirisë. Elmar Bruk, zëvendës presidenti i CDI-s, mik i Sali Berishës dhe i shqiptarëve, një europian dhe demokrat i vërtetër sonte këtu me ne. I mirëpresim Elmar Bruk. Dear President Berisha, ladies and gentlemen,
dear friends of democracy and Europe. I am so proud to be here in this wonderful country which belongs to the very heart of Europe. I am here especially proud because I was invited to speak to the number one of Albanian policy, the Party Demokratia. Ladies and gentlemen, we had the election in Germany. Ne zhvilluam zgjedhjet në Gjermani. And on 6th of May, më 6 maj, our party friend Friedrich Merz will become Chancellor of Germany. Miku ynë do të bëhet kancelari i Gjermanisë. Ne dërguam një person i cili ishte shefi i qeverisës socialiste pas 3 vitesh në pension dhe tani është koha të dërgojmë Ramën në pension. The socialists are always the same. Ata kanë diçka të They përbashkët. fail in the presence. Ata nuk ja arrin They ban speak në about pushtetin promises e të for the tjerëve. future, Flasin për premtimet për të which will ardhmen, never come true. së cilave nuk u përmbahen kurrë, Accuse themselves. dhe gjen justifikime me të kaluarën. This game must be over. Kjo lojë duhet marrë fund. We need a policy Ne kemi nevojë that promises accept për një politikë e cila tregon se premtimet mbahen dhe vendi ecën përpara. I believe Unë besoj that we now in a new world, se tani në një botë të re in this new world order, do të kemi një rend të ri dhe kemi nevojë për një Evropë e cila të jetë më e bashkuar, there's a chance to be të sovereign, ketë mundësinë të jetë sovrane, that all our në mënyrë që countries të can gjitha survive vendet in tona dignity, ti democracy, and mbjetojnë progress. shkeljes së mëparshme të demokracisë dhe të progresit. And therefore, I Kësaj, believe very much unë besoj that fuqishëm in this time, se në këtë kohë Europe needs Albania, Evropa and ka Albania nevojë needs për Europe Shqipërinë dhe Shqipëria more ka than nevojë për ever. Evropën më shumë se kurrë. Ladies and gentlemen, Zonja dhe zotërinj, ladies and gentlemen, Mr. Berisha Zoti Berisha has brought your country. e ka çuar vendin tuaj drejt një të ardhmeje I've më met të him mirë. so often. He brought your country to Ai freedom, e ka çuar vendin tuaj drejt lirisë, into NATO. e ka antarësuar në NATO dhe tani është koha që t'i jepet shansi i tretë për ta integruar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Because Mr. Rama Sepse is Zoti telling Rama us in Europe in the same way as he does it here. e trajton Evropën njësoj si që trajton edhe ju. Bën premtime, mirë po nuk u përmbahet atyre. Dhe me politikat e Zotit Rama do t'jetë e vështirë të integrohet Shqipëria në Bashkimin Evropian. Prandaj ne kemi nevojë për këtë ndryshim të qeverisë me anë të Zotit Berisha, sepse besoj se është interesin tonë të përbashkët. Zonja dhe zotrinj, I think that unë mendoj we need to get the right person, se duhet të zgjedhim personin e to get duhur, the right party, të zgjedhim partinë e duhur, common values, të zgjedhim and European and Albanian interests combined. partinë e politikave të interesit të përbashkët, e cila ndërthur interesat shqiptare me ato evropiane. Dhe unë besoj se pikërisht në qytetin e Kavajës, Is an example of that. In March 1990, ne do të mund të bëjmë ndryshimin. the Në mars people të of vitit East Germany voted in the 1990, first free elections. për herë të parë, populli i Gjermanisë lindore votonte në zgjedhje të lira për një Gjermani të lirë dhe të bashkuar. Në mars 90, in 1990, this very city, pikërisht the në first këtë qytet demonstrations took u part organizua to get rid demonstrata also of e the parë communist për të dictatorship rrëzuar as we diktaturën did in Germany. komuniste, It sikur se happened bënte all ne in në March Gjermani. 90. Gjithçka And this ndodhi në was mars the të very 90-s, city which pikërisht made në that këtë possible. qytet që e mundësoi këtë. And therefore, Prandaj, I believe, unë besoj do it just again. se duhet ta bëni Do it përsëri. just again. Bëjeni I përsëri. believe Unë besoj that at that time, se aso as kohë in Germany,
Në Gjermaninë lindore, njerëzit kishin frikë prej diktaturës. Nuk kishin më frikë në mars të 90-s. Sot, vetëm një person ka frikë në këtë vend, dhe ky është Rama, sepse pushteti i demokracisë do të fitojë në zgjedhjet e 11 majit. Prandaj, tregoni në javët në vijim se nuk keni frikë, se mund të vini përsëri nga ky qytet dhe të sillni ndryshimin për një Shqipëri më të mirë dhe një Evropë më të mirë. Ju uroj gjithë të mirat për të ardhmen dhe do t'ju doja të kisha ju zoti Berisha të na udhëhiqni në këtë ardhme premtuese. Suedinë kemi parë gjithmonë si një vend model të fjalës së lirë dhe demokracisë. Ombudsmani i Stockholmit, Angelica Lang, sonte me ne për të treguar jo vetëm rolin e garve dhe në demokraci, por në rolin e tyre në vende si Shqipëria, ku gruaja në politik shpeshherë përdoret si fasadë. E mirëpresim. Dear Albanians, wow, you're so many. Hello, all of you. Përshëndetje. My name is Angelica Langenheim from Sweden. Angelica Langenheim nga Suedia dhe jam këtu në emër të Kristian-Demokratëve të Suedisë. Politika është shumë e rëndësishme, sepse prek çdo cep të jetës sonë të përditshme. Mënyra se si flasin udhëheqësit dhe se si veprojnë ka shumë rëndësi. Fjalët, veprimet e tyre prekin dhe ndikojnë tek e gjithë shoqëria. Prandaj është me shumë rëndësi që të zgjidhni me mençurinë në të tuaj. Dhe jam shumë krenare që jam këtu me demokratët e Shqipërisë dhe shpresoj që edhe ju do të bëni të njëjtën gjë pas 2 javësh në datën e zgjedhjeve. Ju lutem votoni dhe votoni për demokratët. Venezuela ka parë dekadat e fundit thundrën e neodikraturave. Por opozita e saj ashtu si ajo shqiptare ka rezistuar. Vjesonte para jush Mary Ponte, eksponente e lartë e Partisë Primero Justicika e Venezuelës. E mirëpresim. Hello Albanians. Përshëndetje shqiptar. Jam shumë e kënaqur që jam sot këtu me ju. I'm Mary Ponte and I'm from Unë quhem Mary Ponte, jam nga Venezuela, vendi për të cilit jam larguar prej 8 vitesh dhe tani ndodhem në mërgim. Dhe dua të flas në bazë të përvojës sime dhe t'ju them se ne kemi 26 vjet në një regjim i cili erdhi me anë të votës dhe tani manipulon zgjedhjet për të qëndruar në pushtet. Duke shkaktuar frikë tek ata qytetarë të cilët druhen të votojnë për shkak të pasojave që mund të ndërmeren kundër tyre apo familjeve të tyre. Jemi 9 milion shtetas jashtë vendit tonë, të shpërndar kudo në botë, sepse nuk mund të qëndrojmë në vendin tonë të bukur dhe të madhrishëm, ku liria, demokracia dhe begatia na është vjedhur. Kështu do t'ju lutesha që të luftoni për vendin tuaj, të luftoni për lirinë tuaj, të luftoni për demokracinë, të luftoni për të drejtat tuaja dhe kur mos hiqni dorë. Asnjëherë mos e merrni të mirëqenë. Rroft Shqipëria, rroft demokracia dhe liria. Ne jemi me ju. Një tjetër mik i Shqipërisë dhe Partisë Demokratike,
një mbrojtës i lirive dhe të drejtave, sekretari ekzekutivit CDI, gjithashtu dhe antari Parlamentit Evropian Antonio Lopez Isturiz White. Ramalef. I come from Spain. Unë vi nga Spanja. I came to say Erdha goodbye to Edi Rama. Për t'i thënë lam të mirë Edi Ramës. And to say dhe për të thënë Democratic Party. Të ngjatjeta Partisë Demokratike. Europa is not a passport. Nuk është një pasaport. Europe is Europa Albania. Është Shqipëria. Is not for Edi Rama to say who's European or who's not. Edi Rama kush është apo nuk është europian. It's for the Albanian people. Por duhet ta thot populli shqiptar. It is. I have excited you, I know. E di që ju kam entuziazmuar. I came here Unë erdha këtu first time për herë të parë 20 years ago. Para 20 vitesh. And I find my good friend dhe gjej mikun tim President Sali Berisha more energetic, kryetarin Sali Berisha më energjik dhe më të ri se kur. And I am so proud Jam krenar for this invitation. Për këtë ftesë. That my friends that I have spoken before. Miqtë e mi që folën para meje. We are here today. E përmendën dhe unë do ta theksoj se ne jemi këtu në emër të shumë vendeve. In Europe. Në Europë dhe jashtë Europës. That we want a change. Se ne duam një ndryshim në Shqipëri. We will be very vigilant. Ne do të tregohemi vigjilent në këto zgjedhje. These elections cannot Këto zgjedhje nuk mund të manipulohen përsëri. There will be observers. Do të ketë vëzhgues that will follow të cilët do të ndjekin the European values. Vlerat europiane. And that's what you want. Dhe ju pikërisht këtë doni. You want the European values. Ju doni vlerat europiane. Transparency. Transparencë, demokraci. Not the rule of one person. Dhe jo sundimin e një personi. But of millions of Por Albanians. të miliona shqiptarëve. I want to say, dëshiroj të them, especially today, veçanërisht I sot, want to send a message dua të përcjell një mesazh
to the people, Albanians in the shqiptarëve në diasporë, that will vote, të cilët do të votojnë dhe jetojnë në vendin tim në Spanjë, në Shtetet e Bashkuara, në Gjermani. Është edhe mundësia juaj tani për të ndryshuar gjërat në Shqipëri. Dhe ju mund të ktheheni. Dhe të paktën për një herë të jeni krenar. Jo për këto 12 vjet, por për të ardhmen që do të sjellë Partia Demokratike në Shqipëri. And I'm also very proud. Dhe gjithashtu jam shumë krenar që qëndroj në të njëjtin vend në Kavajë, ku komunizmi unë poshtë. You see, I am not so energetic as E shihni, nuk jam aq energjik sa Sali Berisha. We have, my friends, ne, miqtë e mi, a common battle. Kemi një betejë të përbashkët. A battle that has been won një in the United States, e cila është fituar në Shtetet e Bashkuara, and in many places edhe në shumë vendet e Evropës, against socialism. Kundër socializmit. Remember, mos harroni, how many socialist governments sa qeveri socialiste ekzistojnë në Evropë? There are 3 full socialist governments in Europe. Qeveri plotësisht socialiste në Evropë. Por e dini sa qeveri miq të Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës janë në Evropë? 14. The Socialist European Party, Partia Evropiane Socialiste, not that anything in Europe. Nuk shton asgjë në Evropë. Ka mbaruar. It's about the Democratic Party in Albania. Tani bëhet fjalë për Partinë Demokratike në Shqipëri. Bëhet fjalë për Partinë Popullore në Bruksel. That we have now to take the lead. Dhe për ta ne sot duhet të marrim drejtimin. And for us. Dhe për ne. For us. Për ne. In the European People's Party, in the në Partinë Popullore Evropiane, në CDI, it's crucial është helbësore that all Albanians, që të gjithë shqiptarët, on the 11th of May, më 11 maj, change things të ndryshojnë gjërat në këtë vend. I'm asking, humbly asking. Po ju kërkoj me përullësi, please, ju si shqiptar, ju lutem të na ndihmoni. In Brussels, help us. Neve në Bruksel, ne në Evropë. Your vote, vota juaj, is not only in Albania. Nuk është vetëm për Shqipërinë. It will be a sign. Por do të jetë një shenjë. To Brussels. Një shenjë për Brukselin. And I want to say to all of you, dëshiroj t'ju them që të gjithëve, as my good friend Mari Ponte said, sikur se tha dhe mikesha Mari Ponte në gjuhën e nënës në spanjisht, if you allow me, nëse më lejoni, standing here today, duke qëndruar këtu para jush sonte, proudly, me krenari, to say, dëshiroj të them, viva el Partido Democrático. Roft Partia Demokratike. Viva el presidente Berisha. Roft kryetari Berisha. But you have to give me a little bit to say it. Më lini të them edhe diçka.
Miss. Sorry. Ju lutem. I want to say this. Dëshiroj të them këtë. Viva el presidente Berisha. Roft kryetari Berisha. Albania. Dhe roft Shqipëria. Muchas gracias. Faleminderit shumë. Sot të gjithë këtu jeni si në shtëpinë tuaj dhe zotër shtëpie. Por Mikrit që është kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, një demokrat që e ktheu Kavajën në rrugën ku ajo nisi betejën për liri, demokraci. E mirëpresim. Mirëmbrëma Kavaja ime, nuk e kam parë në herë Kavajën më të bukur se sonte. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma motra dhe vëllezër. Mirëmbrëma miku jon i shtrejt, profesor doktor Sali Berisha, deputet i përjetshëm i qytetit Kavajës. Faleminderit për prezencën përfaqësuesve të Bashkimit Evropian për të gjithë mbështetjen që i kanë dhënë Partisë Demokratike dhe Shqipërisë këto 35 vite. Faleminderit nga zemra. Sonte këtu në qendër të Kavajës nuk po bëjmë thjesht një miting në fushat. Ne po ndezim një zjarr shprese që ngros zemrat e miliona shqiptarëve si në kohrat më të lavdishme. Kavaja ka ditur gjithmonë të lexojë drejt pritshmëritë dhe ëndrat e shqiptarëve dhe ka ditur t'i përpi atyre gjithmonë pa kërkuar asgjë në këmbim. Ky shesh i mbushur plot me burra të mençur e të guximshëm, me gra të forta, me vlera të ralla, me të ri plot pasion dhe dashuri për Shqipërinë, duket se është epiqendra e një zgjimi të ri politik dhe këtë mrekulli veç Kavaja mund ta bëjë. Kavaja sonte është një magjepsje. Na keni ngrohur shpirtin dhe na keni dhënë zemrën për të dhënë gjithçka për fitoren e 11 majit. Miq, unë sonte nuk jam kryetari i Bashkisë Kavajës. Unë jam Fisnik Qosja, njëri prej jush, biri i kësaj toke të bekuar nga Zoti. Të bekuar me bukurinë natyrore magjepse, me histori dhe tradita të lavdishme e mbi të gjitha me njerëz të mrekullueshëm që kanë dhënë shumë, që kanë vuajtur shumë e që meritojnë akoma dhe më shumë. Unë jam një ri që e don qytetin e tij, një kavajs që ka vendosur të rrisë fëmijët e tij në këtë qytet dhe që e ka ndarë mendjen që do të jetojë deri në fund të ditëve të tij. Mirë po dashur miq, disa personazhe të Partisë Socialiste, shumica prej tyre dhe komik, na kanë akuzuar se nuk e duam Kavajën. Na akuzuan se jemi kënet. Kush është kënet? Lorenza Hoxha, e diplomuar në Angli me medalje ari, një vajzë e re e talentuar, e rikthyer e dashuruar me Kavajën dhe Shqipërinë. Kush nuk e don Kavajën? Arnold Kariqi, qytetari autokton, profesionist dhe gazetari arrir, i ri, i suksesshëm, i respektuar nga një Shqipëri e tërë e që vjen në Kavaj çdo ditë se nuk i ndahet shpirti. Kush është kënet? Rudin Ylviu, njeriu i ndershëm, sipërmarrës i suksesshëm, familjar i devotshëm, e respektuar nga gjithë qyteti tërë. Kush është kënet? Eduard Çaça, qytetar i shembullor, sipërmarrës i suksesshëm, i larguar nga vendi për shkak spastrimit të këtyre, zë krenar i diasporës shqiptare. Kush nuk e don Kavajën? Elton Roshi, sipërmarrës i respektuar nga të gjithë, derë e hapur dhe menaxher i sprovuar, i njohur në gjithë trevën tonë. Kush nuk e don Kavajën? Këta që i hoqën Kavajës gjithçka, i hoqën institucionet, bregdetin, njerëzit, nderin dhe dinjitetin. Këta që duan ta shtyjnë, ta shpopullojnë dhe të ndoshta t'i marrin, t'i shesin pasuritë që ka falë Zoti Kavajës. Krenohen për turizmin, shumë mirë. Shqipëria është një vend i bekuar nga Zoti me bukurinë natyrore, magjepse, me trashëgimi të pasur kulturore, me tradita, zeje, poçeri dhe sot në epokën e komunikimit këto janë një pasuri ofertës tonë turistike. Por çfarë ka bërë qeveria shqiptare për turizmin? Për infrastrukturën kryesore dhe dytësore, infrastrukturën turistike, për rritjen e kapaciteteve, për shërbimet për udhat e biçikletave, për harta turistike e tjerë. Ju a them unë, asgjë, zero ka bërë për turizmin. Rrugët dhe infrastruktura dytësore, si
si mjet, asnjë mbrojtje dhe shërbim për konsumatorin, mungesë hartash, mungesë hapësirash, mungesë sinjalistike, fjalë dhe vetëm fjalë. Investime për artikuj revistash ndërkombëtare që nuk i lexon asnjëri. Mirë po dashur miq, kur komedia përsëritet apo rrezikohen të kthehen në tragjedi. Ka shumë për të thënë për këtë qeveri, por i lexoj disa statistika zyrtare. 47.000 regjistrime në klasën e parë kishte Shqipëria në vitin 2006. 26.000 këtë vit, thuajse gjysmë më pak. Prej 10 vitesh, Shqipëria ka çdo vit mesatarisht 2.000 maturant më pak. Këta vit kishte 3.000 më pak. Konkretisht në vitin 2006 kishte thuajse 57.000 maturant, këtë vit vetëm 28.000. Një turp i vërtet, një skandal për qeverinë. 41.000 lindje kishte Shqipëria në vitin 2006. Në vitin 2024 ka 22.000. Niveli më i ulët në histori, më i ulët edhe në luftën e dytë botërore. Vetëm Italia, fëmijët e lindur nga një prind shqiptar në vitin 2024 ishin 13.000. Sa për të bërë një krahasim, Kavaja në 10 vitet e fundit ka mbyllur 8 shkolla, ka humbur gati gjysmën e nxënësve. Thuajse 4.500 më pak. Ka shkolla me 1 nxënës apo me 7 nxënës gjithsej. Një tragjedi. Me një fjalë, të tjera kjo quhet ikje, plakje dhe vdekje. Shpopullimi është një dram para syve të gjithëve dhe do duhet i ul kokën çdo politikani, çdo njeriu me minimumin e përgjegjësisë. Për këto as nuk skuqen e as nuk zverdhen, e kanë humbur komplet llogarinë me realitetin. Këta nuk e duan Shqipërinë, nuk ullim se Shqipëria, se Kavaja jo. Ndaj thirrja ime e parë për sonte është kjo: vota për Partinë Socialiste sot është vot kundra Shqipërisë. Motra dhe vëllezër, nga ana tjetër jemi ne, Partia Demokratike e Shqipërisë. Nuk kemi në dorë të bëjmë rregulli, por jemi të bindur se Shqipëria ka nevojë për një fillim të ri dhe ne jemi të gjithë në këmbë për këtë. Dyfishim i pagave, dyfishim i pensioneve, sigurimi i strehimit për çdo familje, mbështetja e plot dhe afatgjate e lindshmërive janë vetë disa nga angazhimet tona që do t'i bëjmë realitet. Por ne besojmë se me kryesorja është që duhet i hapim një kapitull të ri në marrëdhënieve me qytetarët, me realitetin e tyre, me hallet dhe problemet e tyre. Të bëjmë Shqipërinë dhe njëherë një shtëpi të madhe të shqiptarëve është sfida jonë dhe e vetëm Partia Demokratike ka fuqinë për ta bërë këtë ndryshim. Miq, Partia Demokratike nuk është thjesht një forcë politike, është institucioni i shpresës dhe ndryshimit. Është partia që ka lindur nga zemra e njerëzve të lirë dhe që ka luftuar gjithmonë për demokracinë, për të drejtën, për të mirën e për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Kavaja ka qenë gjithmonë bastion i këtyre vlerave, një qytet me shpirtin demokratik që ka ditur të zgjedhë gjithmonë drejt, që ka ditur të qëndrojë me kokën lart edhe në ditët më të vështira, e kështu do të mbaj kokën lart edhe me 11 maj. Në fund kam një mesazh për të gjithë mbështetësit dhe popullin e madh opozitar në të gjithë Shqipërinë. Kjo nuk është vetëm fushata e Partisë Demokratike. Kjo është fushata e gjithë atyre që e duan ndryshimin. Kush e do ndryshimin, kush e do Partinë Demokratike, duhet mbush kutitë e votimit plot me vota për numrin 1. Kutitë e Kavajës do të jenë shumë të rënda dhe të mbushura deri në gryk me vota për numrin 1. Ky është një premtim që e japim sonte përpara jush, të nderuar qytetarë. Motra dhe vëllezër, le ta dua më shumë njëri tjetrin këto ditë, të shërbejmë më mirë Shqipërisë duke marshuar pa dallime për ndryshimin që gjithë presi, për fitoren tonë. Me zemra plot, besim dhe me shpirtin e Kavajës në krahëror ju them, bashkohuni me ne këto ditë që na kanë mbetur deri me 11 maj. Le të trokasim çdo derë, pasi ne kemi armën e vetme, nuk mund të mposhtet. Morali për të qeverisur Shqipërinë nesër. Le të japim Shqipërisë një shembull se si të ngrihet dinjiteti e si të lind shpresa. Fitore për Kavajën, fitore për qytetarët, fitore për Partinë Demokratike. Rrov profesor doktor Sali Berisha, rrov Kavaja, rrov Shqipëria. Fitore! Përpara se të mirëpresim ekipin fitues të Partisë Demokratike, doja të bëja një falënderim të përzemërt për CDI, Partinë Popullore Europiane dhe për të Parlamentit Evropian për miratimin e një rezolute kundër qeverisë Rama që ndëshkon krimin dhe korrupsionin në vendin tonë. Faleminderit. Dhe tani për ekipin fitues mirëpresim Eduard Cacën.
Loranca Hoxha, Rudin Hylviu, Arnold Kariqi, Elton Roshi. O zot, çfarë atmosfere sot, realisht e kam zemrën plot. Tani, unë dua që t'ju shoh pak brica ndezur të gjithëve këtu, sepse ka ardhur momenti për të ftuar kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Qytetar dhe qytetarët Kavajës, burra dhe gra, djem dhe vajzat të lirisë, qytetarët të dignitetit, të fitores, mirëmbrëma dhe përshëndetjet e mia më të përzemurta, mirënjohjen time më të pakufishme, nderimin tim më të madh për ju, demokratët, për mbar popullin e Kavajës, për kavajasit, kudo që janë sonte, në Shqipëri, diasporë dhe kudo që ndodhen. Vjetori Kam ardhë në qytetin tuaj të bekur, ju kam takuar ju, njerëz të nderuar, qytetar të nderuar, me dhjetra dhe qindra herë, por sonte, kam kënaqësinë më të madhe, se në çdo takim tjetër që kemi patur së bashku, sepse sonte kemi në Kavaj miq të mdhej, miq të çmuar të Partisë Demokratike dhe të demokracisë shqiptare që në ditët e para të tyre gjerësot. Miqtë e mi, sonte këtu me ne kemi zëvendës presidentin e Internacionales Demokristiane të Qendrës, mikun e madh të demokracisë shqiptare dhe të shqiptarëve, Elmar Brok. I cili ka mbështetur në momente kritike Partinë Demokratike dhe demokracinë shqiptare, dhe është sot këtu për të mbështetur përsëri në këtë betejë epike vendimtare tonën ndaj narkodiktaturës dhe triumfit e demokracisë. Kam nder dhe kënaqësi
që jam sot këtu me të nderuarin Antonio Lopez Isturiz, sekretari përgjithshëm i Internacionales Democristiane të Qendrës, sekretar ekzekutiv, më fani, dhe deputet në Parlamentin Evropian. Antonio Lopez Isturiz White është një mik i madh i shquar dhe i kahershëm i Partisë Demokratike. Prania e tij sot këtu, një lloj si 2005-ën, lajmëron fitoren tonë me 10 maj. Një mirënjohje të veçantë kam unë për zonjën Angelika Lang, ombudsmene në Stockholm, Suedi. Marrëdhëniet tona me partinë si motër suedeze kanë qenë dhe mbeten të shkëlqyera. Mbështetja e tyre për ne në këtë fushat është e një rëndësie të madhe cilësore. Miqtë e mi, ne jemi shumë të nderuar nga prania e miqve tanë nga Venezuela, që luftojnë prej vitesh diktaturën e Maduros. Mary Ponte, sekretare kombëtare e partisë Primero Justicia Venezuela, si dhe të dashurit Luis de Teresa nga CDI. Miq, këta miq të nderuar e kanë nderuar Kavajnë, por dhe ju, qytetarë dhe qytetarë të Kavajës, keni nderuar njerëz të lirë, keni nderuar lirin, vlerat, virtutet e njerëzve të lirë në Shqipëri dhe në mbar botën, dhe meritoni plotësisht nderimin dhe respektin e tyre. Ftoj shqiptarët të mos harrojnë se sot paradite në Velipoj Edi Ramen e shoqëronte Plum Gjoka dhe Charles McGonigal, e shoqëronte Sajmir Tahiri, Lefter Koka, Alqi Bllako, Elion Veliaj, e shoqëronin pra një bandë vërtet shqiptare ndërkombëtare. Edi Rama tarthme nuk ka. Miqtë e mi, 2 javë në ndajnë nga dite e fitores, dite e triumfit. Unë po vi nga një tur 2 ditor në jug, dhe kudo në sheshtë të qyteteve, në brigjet, në fshatrat, frynë të ere fitores, ere triumfit, jugu, më i vendosur se kur, me entuziasm se kur, për të nda me të keqen që ka emrin Edi Rama. Por, Kavaja është përsëri qyteti i cili përmbysi i pari diktaturën komuniste, dhe përmbysi i pari narkodiktaturën. Me lejoni, ne mërtuaj t'i përcjellim presidentit të CDI, ish presidentit Meksikës,
zotit Pastrano, nderimet më të mëdha për shtetit më të përzemërta. Në drejtimin e tij, Internacionala Demokristiane e Qendrës do të ishte institucioni i parë, madhor, grupon 110 parti politike të qendrës djathtë të mbar botës. Do të ishte institucioni i parë ndërkombëtar që do të damkoste regjimin e Tiranës, regjimin e Edi Ramës si narkodiktatur, dhe kjo ishte mbështetje e jashtëzakonshme për ne. Miq, kjo fushat, çdo minutë dhe çdo ditë bën të qartë për çdo shqiptar se shkaku i problemeve të mëdha, se shkaku i varfrimit dhe mjerimit të frikshëm të shqiptarëve në 12 vite, se shkaku i largimit të shqiptarëve nga Shqipëria, se shkaku i rënimit të sistemit shtetësor, sistemit arsimor, është një dhe vetëm një. Është Edi Rama, organizatët e kriminale, që vjedh çdo minutë, çdo orë, çdo ditë, shqiptarët, buxhetin, fondet, pasuritë e tyre publike. Çdo ditë, çdo orë, shqiptarët po përqafojnë më shumë programin e Partisë Demokratike. Programi që garanton shqiptarët se do krijoj një mundësi të re për çdo qytetar. Programi që garanton qytetarët se varfrinë ekstreme do ta zhdukë në 100 ditë të para nga Shqipëria, se nuk do ketë pension në 200 euro, se nuk do ketë ndihmë ekonomike në 200 euro, se nuk do ketë burë studentit në 200 euro, nuk do ketë rrogë minimale në 500 euro, se do ullë çmimin e energjisë në 7 lekë për qytetarët, do përgjysmoj tarifat e ujit, do të japë kartën e konsumatorit për të gjithë pensionistët dhe rrogultit. Garanton supermarkets të Kavajës, biznes të vogla, biznes të mesme dhe të mëdha, se përgjysmimi taksave, se ulje çmimit të energjisë të 6 lekë nga 18, se përgjysmimi tarifës ujit, se çlirimi tyre nga inspektoriatët dhe gjoba, janë zotimet tona solemne. Pra, ky program është program për çdo shqiptar, nuk është program i një partie, është program i një misioni të vërtet për të shpëtuar Shqipërinë dhe për të nxjerrë Shqipërinë nga ky spiral, nga këto labirinte që po e shkretojnë atë çdo ditë më shumë. Miqtë e mi, 2 javë kanë mbetur. Këto 2 javë janë një kushtrim. Janë një kushtrim, janë një thirrje për çdo të ri dhe tre të Kavajës. Të bëjmë përpjekjet tona për të bindur çdo boshatar. Sepse qëllimi më i fuqishëm i këtij programi është t'i rikthejmë Shqipërisë rinin e saj, të sjellim kombin në moshën e rinisë dhe garantojnë çdo 33. Se mesatarja do hiqet, se dyert e universiteteve do t'jenë të hapura,
se shkollimi dhe punësimi tyre, qeveria do të paguajë sigurimet shoqërore tek sipërmarrësit për çdo të rit punësuar një vit. Trajnimin e tyre, një çati për çdo të rit çift të ri. Qeveria do të jap një grant 30.000 euro në mënyrë që të paguhet kredia. Do bëjmë gjithçka të rikthejmë nga emigracioni vëllezërit motrat tona. 5 vjet as një taks, kredi të buta për strehimin, start-upet e tyre do mbështeten fuqishme. Pra miq, është program për çdo shqiptar. Fermerët e kavajzve të Shqipërisë do të njohin 5 fishimin e subvencioneve për ta. Garantoj se për çdo njësi prodhimi, për çdo fidan, për çdo kokë bakti, do marrin 5 fish në atyre që marrin sot. Suksesi fermave tona, suksesi i sipërmarrjeve tona, Made in Albania, është krenaria jonë. Miqtë e mi, ka patur edhe të tjerë diktatorë, ka njohur, po diktator më të pa shpirt për qytetar, narkodiktator më të pa shpirt për qytetar se Edi Rama nuk ka patur. Ju e dëgjuat, 3 muaj më parë deklaroj se në spitalin onkologjik po kryen krime kundër njerëzimit. A e dini ju sot pas 3 muajsh, situata është 2 herë më dramatike, sepse ajo ka mendjen tek luksi i tij, e ka mendjen tek pasurimi i tij dhe njerëzit e tij, e ka mendjen tek plaçkit e shqiptarëve. Garantoj çdo qytetar të kavajzëve të Shqipërisë se buxheti i shtetësisë do të dyfishohet, se lista e ilaçeve të rimbursueshme do të jetë identike me atë të Republikës Italiane, se në territorin e Shqipërisë nuk do të tregtohen ilaçe që nuk shiten 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Miq, në Europë nuk shkohet me mjerim, në Europë nuk shkohet me krim, në Europë nuk shkohet me korrupsion, në Europë shkohet me shtetin ligjor, me respekt e lirive dhe drejtave njerëzore, me respekt e dignitetit njerëzor. Në Europë shkohet duke rritur mirëqenjin e qytetarëve shqiptar dhe jo duke i plaçkitur atë. Ka një forcë politike e faktuar dhe e provuar, lokomotiv e integrimeve europiane dhe euroatlantike të Shqipërisë. Dhe kjo është partia juaj, Partia Demokratike. Ky është koalicioni ynë, koalicioni për Shqipërinë madhështore, koalicioni për Shqipërinë e fitores. Hidhni një sy krau tjetër. Çfarë ndodh? Çfarë bën? Ka qeverisht 12 vite. Nuk ka një rekord për të paraqitur para jush. Se dhe atë që ka realizuar, ka vjedh 9-1, dhe se thot do, nuk ka një rekord, dhe përpiqet ta kaloj me batuta. Dhe tani, me mantran e dezintegrimit të familjes, me sulmin kundër familjes, përpiqet të grabis vota.
Ne jemi parti konservatore, parti e traditës, parti e familjes, parti e dashurisë për vendin, e respektit për dignitetin njerëzor. Ndaj dhe për ne, familja është dhe do mbetet sa toksore aq dhe hyjnore. Dhe i them Edi Ramës se përpjekjet tuaja qesharake, banale, të padenja për të krijuar skeqe, gratë kuna burrave, burrat kuna grave, janë turpi dheut, janë turpi yt, nënat motrat gratë shqiptare, janë fisnike, ato zbashku me bashortët, djemë, vlezrit, vajzët e tyre, i kanë dhënë kombit gjën më madhështore, familjen e vetë. Ndaj dhe ju garantoj se me 11 maj, Edi Rama i shtypet koka dhe bishtin në Shqipëri. Me 5 në dorë, ju shtyp Sorosit në Washington. Me 11 maj, Sorosit të Tiranë zdojnë shtypet koka. Dhe ekstremi majt, i mbulur, i maskur, me etiketat ndryshme, do të përfundojnë në katakombet e historisë. Përsëri, Shqipëria në shembull e Kavajës do të ngrihet fuqishëm në një fillim të ri, në një udhtim të ri, drejt ardhmës, drejt rinisë së kombit shqiptar, drejt Europës, roft Kavaja, roft Shqipëria, fitore, fitore, fitore.